Dhuratë për të gjitha ju femrat për Shën Valentinin. Mësoni çfarë dëshirojnë partnerët tuaj në bazë të ditës të lindjes në marrëdhënie dhe në dashuri. Më ndiqni për më tepër. Atëherë, meshkujt e lindur në datën 1, 10, 19 dhe 28 të çdo muaji janë persona që kanë forcë, iniciativë dhe zjarr të brendshëm. Kanë energji të fortë mashkullore dhe e dinë këtë. Në marrëdhënie kanë nevojë për respekt, jo kontroll apo konkurrencë, por njohje të natyrës së tij udhëheqëse. Kur një grua e admiron sinqerisht, ai bëhet bujar, mbrojtës dhe është shumë dhurues. Dëshiron të ndjejë se zgjidhet me vetëdije. Në seks dëshiron të ndihet i dëshiruar, e ndesë reagimin, shikimin, përgjigja, pasionin. I pëlqen të marrë iniciativën, të udhëheqë, e tërheq një grua femërore, por me bosh të brendshëm. Më ndiqni për video të tjera dhe më thuani kur është lindur partneri juaj dhe shikoni përshkrimin poshtë videos për më tepër. Ju uroj të kaloni sa më bukur këtë ditën e dashurisë dhe të jepni dhe të merrni dashuri me njëri tjetrin. Gëzuar Shën Valentinin për të gjithë ju. Më komentoni Shën Valentinin nga poshtë dhe merrni përgjigjen e mashkullit tuaj që dëshironi të jeni me të ose jeni të dashuruar.